Atëherë, paketa e maleve me sa kam kuptuar unë, edhe si grup interesi, pasi të gjithë mund të kemi interes për çdo lloj lehtësire që mund të jepet banorëve autokton që janë në këto zona. Pra, paketa maleve është menduar dhe konceptuar fillimisht për t'ju ardhur në ndihmë banorëve të këtyre zonave alpine të thella, siç mund të jetë komplet zona e Dukagjinit dhe jo vetëm. Por nëse marrim shembull që të gjitha tokat e gjyshërve tanë janë të paformalizuara, paketa maleve është një mënyrë e tillë që ty të ndihmon të formalizosh tokën tënde në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të tillë që pastaj ti ta investosh dhe pra duke kthyer vëmendjen e të atyre banorëve të larguar mbase në shtete të ndryshme që të rikthehen dhe investimet e tyre ti hedhin vërtet formalisht në mënyrë të ligjshme në tokat e të parëve të tyre, në vendlindje dhe duke dhënë edhe disa lehtësira fiskale bashkë me këtë.